Raiffeisen Bank i bashkohet panairit Ditët e Bujqësisë 2025 në Lushnjë, duke theksuar rëndësinë e financimit të sektorit agro si kontribues i rëndësishëm në ekonomi. Raiffeisen Bank ka kënaqësinë të jetë pjesëmarrëse në panairin e Bujqësisë, një ngjarje mjaft e rëndësishme e dedikuar për të prezantuar risitë dhe mundësitë më të fundit në sektorin agro. Raiffeisen Bank njeh rolin jetik që agrobiznesi luan në zhvillimin ekonomik dhe qëndrueshmërinë e vendit tonë. Duke marrë pjesë në këtë panair, synojmë të theksojmë rëndësinë e ofrimit të mbështetjes financiare për sektorin bujqësor dhe blegtoral, i cili është thelbësor për nxitjen e ekonomisë, rritjen e produktivitetit dhe sigurisë ushqimore. Ta zoti Rigels Mahilaj, drejtori Raiffeisen Bank, Dega Lushnjë. Ne që prej vitit të kaluar kemi qenë pjesë e këtij panairi. Kemi marrë pjesë vitin e kaluar në një format pak më të vogël dhe duke parë interesin që ka patur panairi vitin e kaluar, ne kemi pranuar që të jemi në një format akoma edhe më të madh për vitin 2025, duke patur mundësi që të promovojmë gjithë produktet e bankës Raiffeisen. Do të afroja të gjithë fermerët që të shikonin gjitha produktet që ne ofrojmë, duke filluar nga hapja e llogarive që ne kemi për subvencionet, pra ne të gjithë fermerëve duam që ti formalizojmë, pra të jenë pjesë e tregut të formalizuar, pra që të gjitha veprimet ata t'i kalojnë dhe t'i kanalizojnë nëpërmjet bankës, dhe duhet themi që Banka Raiffeisen është një bank lider për hapjen e llogarive të fermerëve, jo vetëm në qytetin e Lushnjës, por edhe në qarkun Fier dhe në gjithë Shqipërinë. Ne jemi bank lider në produktet e e-banking, pra Raiffeisen On quhet, dhe nëpërmjet kësaj platforme të gjithë fermerët, por dhe bizneset, agrobizneset kanë mundësi që përveç se të shohin llogaritë e tyre online, të bëjnë dhe veprime dhe pagesa të ndryshme. Produkt tjetër që ne ofrojmë janë kartat e debitit, pra kartat e debitit ne i kemi futur si produkt, jo vetëm për të patur një shërbim të shpejtë për fermerët, por dhe të kemi një produkt të digitalizuar me qëllim shmangjen e keshit, duke qenë se është dhe një nga politikat kryesore të qeverisë, pra shmangja e keshit dhe në veprimet online nëpërmjet kartave apo nëpërmjet transfertave. Që prej vitit të kaluar ne kemi hyrë në një format tjetër për kredit për fermer, pra për ata fermerë që janë vetëm me NIP, dhe kemi futur produktin e kredis agro të pasiguruar deri në 4 milion lekë të reja dhe me norma interesi konkurruese në treg. Kjo jepet edhe për fermerët me NIP, por dhe për agrobizneset. Kështu që ne kemi një gamë të gjerë produktesh për gjithë bizneset agro dhe agropërpunues, por edhe fermerë që ata mund t'i marrin në bankën tonë. Raiffeisen Bank është e angazhuar për të ofruar zgjidhje financiare të përshtatura që plotësojnë nevojat unike të agrobizneseve. Pjesëmarrja jonë në këtë panair nënvizon për kushtimin tonë për të bashkëpunuar me fermerët, prodhuesit dhe sipërmarrësit. Presim me padurim të angazhohemi me palët e interesuara në panairin e bujqësisë dhe të eksplorojmë mundësi bashkëpunimi. Së bashku, mund të kultivojmë një peizazh bujqësor dhe blegtoral të suksesshëm dhe të qëndrueshëm.